Një nën nga Lushnja ka ngritur zërin përmes një denoncimi në redaksin ton, duke hedhur dritë mbi gjendjen skandaloze të repartit të pediatrisë në qytetin e saj. Në vend që të gjente për kujdesi për fëmijën e saj të sëmur, ajo përball me një realitet të trisht, një spital i amortizuar, i rënuar dhe krejtësisht i papërshtatshëm për trajtimin e pacientëve, aq më pak për fëmijët. Sipas dëshmisë së saj, çdo gjë në këtë pavion është e dëmtuar, që nga dritaret e prishura, pllakat e thyera në dysheme, e deri te muret e pista që më shumë ngjajnë me një ndërtesë të braktisur, sesa me institucion shëndetësor. Vinë fëmijët për mjekim dhe ikin në shtëpi se s'ka kushte, thot ajo. Kjo situatë nuk është thjesht një çështje neglizhence, por një dështim i drejt për drejt i institucioneve përgjegjëse që kanë lejuar një ambient kaq kritik të degradojë deri në këtë pikë. Përballë kësaj gjendje, thjeshtja e autoriteteve është po as shqetësuese sa dhe vetë kushtet. Investimet në pediatrinë e Lushnjës nuk janë më një nevojë, janë një emergjencë. Fëmijët meritojnë të trajtohen në ambiente të sigurta, të pastra dhe dinjitoze, jo në godina që të kujtojnë më shumë zona të braktisura të ndonjë konflikti, sesa një spital modern. Denoncimi i plot, përshëndetje, dua t'ju dërgoj një video nga pediatria e Lushnjës, jam shumë e shqetësuar për ambientet spitalore. Shërbimi mjekësor është i mirë, por ndihma e shtetit, si mund t'i shërojmë fëmijët në këtë gjendje, dritaret të prishura, pllaka të thyera dhe çdo gjë e vjetër e ndotur. Vinë fëmijët për mjekim dhe ikin në shtëpi se s'ka kushte.